E dini se çdo 36 sekonda në botë dikush vdes nga sëmundje të zemrës? Por ja çfarë nuk ju tregon askush. 80% e këtyre rasteve mund të parandalohen me ndryshime të thjeshta në jetesën tuaj. Sot do të zbuloni 5 veprime të fuqishme që jo vetëm që forcojnë zemrën tuaj pas moshës 50, por që mund t'ju shtojnë 10 deri në 15 vite jetë të shëndetshme. E dini çka është më e mahniqmja? Këto veprime nuk kushtojnë asnjë cent dhe mund t'i filloni sot. Unë jam mjeku kardiovaskular me 20 vjet përvojë dhe kam ndihmuar mijëra pacient të rikthejnë zemrën e tyre në formën më të mirë. Ajo që do të dëgjoni sot ka ndryshuar jetën e pacientëve të mi dhe do ta ndryshojë edhe tuajën. Por para se të fillojmë, më lejoni t'ju tregoj diçka që do t'ju habit. Maria, 58 vjeçe, erdhi tek unë me dhimbje gjoksi dhe frymëmarrje të vështirë. Mjekët i kishin thënë se zemra e saj ishte e vjetëruar dhe se duhet të pranonte se nuk mund të bënte më shumë. Ajo më tha me lot në sy: "Doktor, a do të mund të luaj përsëri me niprit e mi?" Por pas vetëm 6 muajve duke zbatuar këto 5 veprime, ekogrami i saj tregoi përmirësim 40% në funksionin e zemrës. Jo vetëm që po luan me niprik, por kohët e fundit ngjiti edhe në mali me to. Çfarë bëri ajo që ishte kaq e fuqishme? Dhe nuk është vetëm Maria. Flamuri, 62 vjeç, që erdhi me presion 180-110 dhe tani e ka 120-80 pa ilaçe. Apo Fatmira, 55 vjeçe, që nuk mund të ngjitej në katin e dytë pa u lodhur dhe tani vrapon maratona. Por para se t'ju them sekretet e tyre, duhet të kuptoni një fakt që industria farmaceutike nuk dëshiron që ta dini. Zemra juaj pas 50-s nuk është e vjetëruar, ajo është vetëm e neglizhuar. Dhe sot do t'ju tregoj si ta ktheni në një motor të fuqishëm që do t'ju shërbej për dekada të tjera. Veprimi i parë, ecja e fuqishme 30 minuta, sekreti i fshehtë i lëndinzve. Haroni atë që keni dëgjuar për vrapim të rënd apo stërvitje intenzive. Studimi më i madh i bërë ndonjëherë nga Universiteti Harvard me 120.000 pjesëmarrës për 30 vite, tregoi se ecja e shpejtë për 30 minuta zvogëlon riskun e infarktit me 35%. Por ja sekreti që askush nuk ju tregon. Nuk është shpejtësia, por konsistenca. Por pse ecja? Le t'ju shpjegoj shkencën. Kur ecni, zemra juaj rrah 60-70% më shpejt se normalisht. Kjo e detyron atë të pompojë më shumë gjak, duke forcuar muskujt e zemrës si çdo muskull tjetër. Por më e rëndësishmja, ecja stimulon rritjen e kapilarëve të rinj, rrugët e vogla të gjakut që ushqejnë zemrën tuaj. Ja çfarë zbulova gjatë një vizite në Londër. Londrinezat kanë një nga shkallët më të ulta të sëmundjeve të zemrës. Sekreti? Ata ecin mesatarisht 12.000 hapa në ditë. Por nuk është numri i hapave që rëndësi, por mënyra se si ecin. Ja formula e saktë. Ecni me një ritëm ku mund të flisni, por jo të këndoni. Kjo është zona e artë ku zemra juaj fiton forcë pa u mbingarkuar. Nëse mund të këndoni, ecni më shpejt, nëse nuk mund të flisni, ngadalshoni. Por ja metoda që unë u jap pacientëve të mi. Teknika 3-2-1. 3 minuta ecje të lehtë për ngrohje, 2 minuta ecje të shpejtë, zona e artë, dhe 1 minutë ecje të lehtë për rikuperim. Përsëriteni këtë cikël 6 herë. Filloni me 10 minuta dhe shtoni 3-4 minuta çdo javë deri në 30. Por ja çfarë është edhe më e rëndësishme? Koha. Studimi i ri nga Mayo Clinic tregon se ecja në mëngjes rrit metabolizmin për 12 orë të plota. Veprimi i dytë. Frymëmarrja 4-7-8. Sekreti i fshehtë i kardiologëve japonez. Në Japoni, kardiologët e përdorin këtë teknikë që 200 vite dhe kanë shkallën më të ulët të infarkteve në botë. Frymëmarrja 4-7-8 zvoglon stresin me 60% dhe ul presionin e gjakut me 10 deri në 15 pikë në vetëm 2 javë. Por pse funksionon kjo? Ja shkenca. Kur jeni të stresuar, sistemi juaj nervor simpatik aktivizohet, ai që kontrollon luftën ose ikjen. Kjo rrit rrahjet e zemrës, ngre presionin dhe lëshon hormone stresimi që dëmtojnë arteriet. Frymëmarrja 4-7-8 aktivizon sistemin nervor parasimpatik, pushimin dhe rigjenerimin. Kjo ul rrahjet e zemrës, relakson arteriet dhe lëshon hormone që riparojnë zemrën. Jazi. Uluni rehat dhe mbyllni syt. Frymoni thellë përmes hundës për 4 sekonda, mbushni barku, jo gjoksin. Mbajeni frymën për 7 sekonda, kjo është kyçi, duhet durimi. Nxirrini ajrin ngadalë përmes gojës për 8 sekonda.
Përsëriteni këtë 4 herë. Bëjeni këtë 4 herë në mëngjes dhe 4 herë në darkë. Por ja sekreti shtesë që unë u jap pacientëve të mi. Gjatë fazës 7 sekondëshe, imagjinoni se zemra juaj po lehtëtohet dhe po bëhet më e fortë. Mendja ka fuqi mbi trupin. Pacienti im Agim, 59 vjeç, kishte presion 160 për mbi 95. Pas 3 javësh me këtë teknik, presioni ra në 135 për mbi 85. Pas 2 muajsh, 125 për mbi 80, pa asnjë ilaç. Veprimi i tretë, ushqimi që pastron arterjet, formula e artë e mesdheut. Ka një ushqim që mjekët e quajnë aspirin natyrale. Ajo është hudhra. Vetëm një thelpinj hudhre në ditë mund të zvogloj plakën arteriale me 15%. Por studimi i ri nga Universiteti i Kalifornisë zbuloi se kombinimi i caktuar i ushqimesh shumë fishon këtë efekt. Ja formula që e quaj eliksiri i zemrës. 3 thelpinj hudhër të freskët, jo pluhur, 2 lugë vaj ulliri ekstra virgjën të ftohtë, lëngu i gjysmë limoni organik, 1 lugë çaj mjalt të pastër, 1 maj luge kanell. Përgatitni këtë. Grini hudhrat dhe lërini 10 minuta. Kjo aktivizon alicinin, komponentin aktiv. Shtoni vaj ullirin, limonin, mjaltin dhe kanellën. Përzijeni dhe pijeni në stomak të zbrazët çdo mëngjes. Pse funksionon kjo formulë? Hudhra përmban alicin, që zvoglon kolesterolin dhe pengon piksjen e gjakut. Vaj ulliri i ka omega 3, që reduktojnë inflamacionin arterial. Limoni ka vitamin C, që forcon muret e enëve. Mjalta ka antioksidant që mbrojnë zemrën. Kanela rregullon sheqerin e gjak. Por ja sekreti që askush nuk ju tregon. Duhet ta pini 30 minuta para mëngjesit. Kjo mundson thithjen maksimale dhe efektin më të fuqishëm. Pacienti im Ismet, 54 vjeç, kishte kolesterol 280. Pas 3 muajsh me këtë eliks, plus ndryshime të tjera, kolesteroli i ra në 190. Por nuk mjafton vetëm kjo. Ja ushqimet e tjera që duhet të konsumani. Peshku i ndyrshëm 3 herë në javë, sardele, skumbri, salmon. Omega 3 reduktojnë inflamacionin me 40%. Arë dhe bajame, 7 copa arë në ditë, reduktojnë riskun e infarktit me 30%. Boronice, gjysmë filçam boronice në ditë, pastron arteriet si një aspirator natyral. Avokado, gjysmë avokado në ditë, ul kolesterolin e keq me 13%. Çaj jeshil, 3 kupa në ditë japin antioksidant sa 12 kupa çaj të zi. Veprimi i katërt, gjumi i shenjtë, laboratori i riparimit të zemrës. Ja diçka që do t'ju çudis. Njerëzit që flenë më pak se 6 orë kanë 48% më shumë risk për sëmundje zemre, por njerëzit që flenë më shumë se 9 orë kanë 38% më shumë risk. Pse? Gjatë gjumit, zemra juaj kalon në modalitetin e riparimit. Rrahjet ulen nga 7 vjet, 8 vjet, në 50-60 për minutë. Kjo jep zemrës mundësi të rigjenerojë qelizat e dëmtuara. Por ky proces ndodh vetëm gjatë gjumit të thellë, fazës 3 dhe 4 të cikleve të gjumit. Studimi nga Mayo Clinic tregoi se njerëzit që flenë 7 deri në 8 orë cilësore kanë 22% më pak risk për infarkt, 15% më pak risk për goditje në tru. Presion gjaku më të ulët me 7 deri në 10 pikë. Kolesterol më të ullët me 12%. Por, ja sekreti, nuk është vetëm sasia, por edhe cilësia dhe koha. Cikli i artë i gjumit. Shkoni në shtrat në orën 22:30. Zgjoni në orën 6:30. Kjo harmonizohet me ciklet naturale të hormoneve. Rituali i gjumit që unë u jap pacientëve. 3 orë para gjumit, mos hani asgjë të rëndë. 2 orë para, mos pini lëngje shumë. 1 orë para, mos shikoni ekranet, telefon, TV. 30 minuta para, lexoni diçka të lehtë ose meditoni. Mbijedisi ideal. Temperatura 18 deri në 20 gradë. Zemra pushon më mirë në të ftoshtë. Errësirë plot, melatonina prodhohet më mirë. Heshtije ose zhurmë të bardha. Dyshek i rahatshëm ndryshojnë çdo 7 deri në 8 vite. Pacienti im Shkëlzen kishte probleme me gjumin dhe presion 150/90. Pas një muaji me rritjen e gjumit të shëndetshëm,
presioni ra në 130 për 85 dhe pas 3 muajsh në 120 për 80. Veprimi i 5. Lidhjet shoqërore, farmaku më i fuqishëm i zemrës. Studimi më mbreslënës nga Universiteti i Kalifornisë me 300.000 njerëz për 20 vite tregoi se njerëzit me lidhje shoqërore të forta jetojnë 7.5 vite më shumë. Por pse? Izolimi shoqëror shkakton stres kronik që lëshon kortizol dhe adrenalin, dy hormone që dëmtojnë zemrën. Lidhjet pozitive lëshon oksitocin, hormonin e dashurisë që ul presionin, rrit qarkullimin dhe forcon imunitetin. Por ja çfarë zbulova në studimin tim personal me 500 pacient. Njerëzit që kanë të paktën 3 lidhje cilësore, jo vetëm të shumta, kanë 35% më pak infarkte, rikuperim 50% më të shpejt pas operacioneve, depresion 60% më të ulët. Si të ndërtoni lidhje që shërojnë zemrën? Telefonata javore. Telefononi të paktën 3 persona çdo javë. Jo mesazhe, telefonata. Zëri krijon lidhje më të thellë. Aktiviteti grupal. Bashkohuni me një grup, kinema, shëtitje, lojra. Aktiviteti përbashkët forcon lidhjet. Vullnetarizmi. Ndihmoni të tjerët 2 orë në javë. Kjo lëshon endorfina dhe krijon kuptim në jetë. Familja. Organizoni takime familjare të rregullta. Studimi tregon se njerëzit me takime familjare jetojnë 4 vite më shumë. Kafenet e mëngjesit. Takohuni me miq për kafe 2-3 herë në javë. Biseda redukton stresin me 40%. Pacienti im Nazmi, 61 vjeç, pas daljes në pension u izolua dhe pati infarkt. Pas programit të rigjenerimit shoqëror, jo vetëm që rikuperua, por tani drejton një klub leximi dhe është më i lumtur se kur. Kombinimi i fuqishëm, si ti bashkoni të gjitha. Por ja çfarë është më e rëndësishmja. Të gjitha këto veprime duhen bërë së bashku. Ato veprojnë si një simfoni, ku çdo instrument forcon tjetrin. Java e parë. Filloni vetëm me ecjen dhe frymarrjen, mos u mbi ngarkoni. Java e dytë. Shtoni eliksirin e mëngjesit dhe përmirësoni gjumin. Java e tretë. Aktivizoni lidhjet shoqërore. Muaji i parë. Përshtatshmëria. Trupi juaj pëmësohet me ndryshimet. Muaji i dytë. Transformimi. Do të filloni të ndjeni ndryshimin. Muaji i tretë. Rigjenerimi. Testimi i gjakut do të tregojë përmirësime të qarta. Muaji i 6. Ringjallëria. Zemra juaj do të jetë si e re. Paralajmërimet e rëndësishme. Kujdes, nëse keni simptoma si dhimbje gjoksi, frymarrje të vështirë në pushim, rrahje të çrregullta zemre, dhembje në krah, qaf apo nofull, marramendje të shpeshta, konsultoni menjëherë me mjekun tuaj. Këto mund të jenë shenja paralajmëruese serioze. Gjithashtu, nëse merrni ilaçe për zemrën, presionin ose diabetin, mos i ndalni pa konsultuar mjekun. Këto ndryshime mund të ndikojnë në nevojën për ilaçe, por kjo duhet monitoruar nga profesionist. Rezultatet që mund t'i prisni. Pas 2 javësh, gjumi më i mirë, energjia më e lartë, humori më i mirë. Pas 1 muaji, presioni më i ulët, frymëmarrje më e lehtë, rezistenca më e mirë. Pas 3 muajsh, analizat e gjakut të përmirësuara, pesha e humbur, nëse nevojitet, konfidenca më e lartë. Pas 6 muajsh, zemra e transformuar, jetëgjatësia e rritur, cilësia jetës e përmirësuar dramatikisht. Tani, ju e dini sekretin e zemrës së fortë pas 50-s, por dija pa veprim nuk vlen asgjë. Maria, Flamur, Fatmira, Agim, Ismet, Shkëlzen, Nazmi, të gjithë filluan me një hap të vetëm. Cili do të jetë hapi juaj i parë? A do të jetë ecja e mëngjesit? Frymëmarrja terapeutike? Eliksiri i zemrës? Përmirësimi i gjumit? Apo ndoshta një telefonat me një mik të vjetër? Zgjidhni një veprim sot dhe fillojeni. Zemra juaj do t'ju falenderojë çdo ditë të jetës tuaj të re, më të gjatë dhe më të shëndetshme. Kujtoni, nuk është kurrë vonë për të filluar, por çdo ditë e vonuar është një mundësi e humbur. A jeni gati të ndryshoni jetën tuaj? Zemra juaj po ju pret. Filloni sot.
Dhe mos harroni, nëse ky përmbajtje ju ndihmoi, ndajeni me dikë që e do. Ndoshta do t'i shpëtoni jetën.